Kosovës në legjislaturën e 10, urime Albulina Haxhiu për zgjedhjen kryetare. Shqipëria natyrisht do të jetë pranë Kosovës në të gjitha proceset, përfshirë edhe ato euroatlantike. Tani e dëgjojmë Agim Batirin se çfarë po thotë. Arsye nuk jam për ekzekutiv, nuk dua të jam, kam qenë 8 vjet mjaft. Unë do të jam në Kuvendin e Kosovës me kontributin maksimalisht si muj. Po çka ndodhi me kuvendin edhe konstituimin tash u votu më pak edhe përfaqësuesi i listës së Dhe një kundërshtu ku më parë. Kemi një qëndrim nga ju, çka ndodhi tash vetëvendosja e votaje edhe përfaqësuesin e listës serbe si nën kryetar. Çka ndryshuar në mendjen zotëri Batire? S'ka ndryshuar mendjen fare. Po votuat po. Nuk po të kemi kundër kretë nën kryetarëve. Është bo pako e të gjithëve, gjitha partive, nësë me kanë kundër gjitha partive. Të shkon vetën sigurisht që do të isha kundër. Mitrovica, pjesë e kabinetit qeveritar, një ministër nga Mitrovica? Nuk e di ati vendos partia. Nuk është se kishte ndonjë përgjigje konkrete për atë se pati vot kësaj radhe për Slavko Simić të listës sërbe. Megjithatë pati përgjigje nëse do të jetë pjesë e kabinetit ose jo, ku tha që nuk do të jetë në asnjë post ekzekutiv, do të vazhdoj të qëndroj Agim Batiri si ligjvënës, pra deputet në Kuvendin e Kosovës. Pa post politik thuhet që do të mbetë edhe Fatmir Spahiu, ai është folur më herët që mund të ishte një nga Ministri i Kulturës, mirë po kësaj radhe në një postim të tij në rrjetin social Facebook, ai thotë që nuk do të jetë Ministër i Kulturës dhe kësaj mbetet pa post qeveritar. Në ndërkohë, ne do të ndjekim një deklaratë në Nader Hashiq, i cili e dha para mediave para se të futej në seancën konstituive. Ende nuk kemi dëgjuar ende kryeministrin kur e bën në ekspoze, por sikur që duher